Ledi Enrico janë me mua në studio për të folur për këtë dhe zhvillimet të tjera sportive, por fillimisht dua të shkoj në Shkodër, kam Teodor Gjergën për të mësuar më shumë çfarë po ndodh me shtëpinë e vllaznisë. Teodor, këtë duan më shumë shkodranët, koncertin apo futbollin? Përshëndetje Esmeralda, në fakt asat shkodranët i duan dy në fakt, por asato vetë nuk e dinë sepse ka degraduar ky debat i nisur periferik, ka degraduar deri në këto përmasa, duke bërë që për mendimin tim për arsye personale klubi Vllaznia ka vendosur që ta shtyjë ndeshjen në Elbasan, ndërsa në moment fundit ka pasur edhe një tërheqje të Bashkisë së Shkodrës, e cila ka larguar koncertin nga stadiumi Loro Boriçi në drejtim të sheshit pranë Bashkisë së Shkodrës, duke bërë kështu një hap brapa për zhvillimin e ndeshjes së parë ndërkombëtare në konferencë ligë të ekipit të Vllaznisë në stadiumin Loro Boriçi. Pra as futboll dhe as koncert në Loro Boriçi. Më shumë artificial se sa po, do e bëjmë festën Elbasan duket, ky ka qenë vendimi i madh, ndërsa ajo që është dhe paradoksi është në fund ditës kur e mendon nuk ka fituar asnjëra nga palët, por kanë mbetur në kufit e një konflikti, në kufit e paradoksit dhe një farë mënyre ka qenë ajo egoja personale e dy presidentëve në thojza, presidentit Vllaznisë dhe kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, ku në fund ajo që e psoi është Vllaznia dhe qyteti Shkodrës, ku ndeshja nuk do të luhet në Loro Boriçi, të paktën sipas njoftimit zyrtar të klubit Vllaznia, por të zhvillohet në datën 10 korrik në orën 20 në Elbasan Arena. Në fakt, Esmeralda, nëse bëj një rrjedhë kronologjike se si ka nisur ky konflikt, ka qenë fillimisht një konflikt i ndodhur jashtë kamerave mes përfaqësuesve të Bashkisë së Shkodrës dhe drejtuesve të klubit Vllaznia, të ndodhur në stadiumin Loro Boriçi në një nga ambientet, ku Bashkia e Shkodrës kishte lajmëruar një konferencë për të prezantuar koncertin e madh që do të zhvillohet me 21 qershor në orën 19 në stadiumin Loro Boriçi me mjeshtrin e madh Bujar Çamili, ndërsa në momentet që ato kanë tentuar për të zhvilluar këtë konferencë kanë qenë përfaqësues të klubit Vllaznia, madje përfaqësues lartë, të cilët kanë prishur vendin ku do zhvillohej konferenca për media, kanë hedhur banerat në tokë dhe i kanë shkelur ato për të bojkotuar kështu një farë mënyre edhe konferencën që do të zhvillohej nga mjeshtri i madh Bujar Çamili së bashku me përfaqësues tjerë, drejtues të kulturës në Bashkinë e Shkodrës. Më pasi menjëhershëm ka qenë edhe reagimi këtyre të fundit, duke u munduar që të zbusnin situatën, duke thënë që edhe koncerti edhe ndeshja do të zhvillohen në të njëjtën kohë në stadiumin Loro Boriçi, por ka qenë klubi Vllaznia e cila përmes disa shkresave rakorduar dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit kanë kërkuar që ndeshja të luhej në Loro Boriçi, por në asnjë lloj mënyre nuk duhet që koncerti të zhvillohej atje, pasi do të dëmtonte tapetin dhe sipas udhëzimit të ardhur nga UEFA për ndeshjet ndërkombëtare nuk duhet që destinacioni i një ambienti sportiv të jetë për gjë tjetër përveç se aktivitete sportive, dhe si e tillë koncerti nuk do të ishte i duhuri për të lejuar për të zhvilluar në ambientet e Loro Boriçit me pretekstin që një gjë e tillë nuk lejohej nga UEFA. Ka qenë një akuzë ndërsjellët her pas here, her nga njëra anë, her nga ana tjetër, ku më pas ka qenë Bashkia e Shkodrës, e cila ka sqaruar që le të themi koncerti nuk do zhvillohej në pjesën e barit, por në pjesën e tartanit, duke mos e dëmtuar kështu mjedisin sportiv në ambientet e Loro Boriçit, ndërsa më pas ka qenë ajo, pas disa reagime ka qenë klubi Vllaznia, e cila përmes një njoftimi në Facebook ka deklaruar që ndeshja do të luhet në Elbasan Arena. Diku 10 apo 15 minuta më vonë ka qenë dhe reagimi i Bashkisë së Shkodrës, e cila në rrjetin social Facebook ka qenë kryetari Benet Beci, i cili ka bërë një hap mbrapa dhe ka thënë që për hir të mirës së përbashkët tifozëve të Vllaznisë, të qytetit Shkodrës,
për të shijuar të dy dhe duke cilësuar që për hir të një koncerti nuk mund të prishim dëshirën apo nuk mund të prishim qefet një pjesës tjetër të sportdashëve të Vllaznisë, ka bërë që koncerti të zhvendoset në të njëjtën orë, në të njëjtën datë, por në sheshin para Bashkisë së Shkodrës. Por në fundit ajo, siç e thash në fillim, është e rëndësishme të theksohet që ndeshja paktën sipas njoftimit të klubit Vllaznia nuk do të zhvillohet në Shkodër, por do të zhvillohet në Elbasan Arena, paktën sipas njoftimit që kemi deri më tani. Një gjë që nuk është e mirë as për qytetin, as për Vllaznin dhe nuk e di se pse duhet degradonte diçka deri në këtë pikë. E kuptoj.